Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka rrëfyer jetën e tij nga rinia dhe familja, politika dhe sfidat, profesioni dhe pasionet. Ish presidenti dhe ish kryeministri ndau dekadat e karrierës së tij politike jo vetëm duke kombinuar historitë e jetës familjare me atë të braktisjes së profesionit të mjekut për të zgjedhur politikën si një rastësi e madhe dhe që nuk e kishte menduar kurrë më parë. Por çfarë nxiti Sali Berishën që të ndiqte rrugën e politikës? Nuk e kisha menduar ndonjëherë se mund të merresha me politikë dhe në atë kohë çdo lloj kundërshtimi mund të vinte me pasoja nga më të paimagjinueshmet, por pasojat më të rënda do i paguanin fëmijët dhe gruaja. Pra, çmimi në atë kohë ishte i madh. Na mungonte dinjiteti njerëzor sepse ne tjetër mendonim dhe tjetër flisnim. Ishte o imponuar njeriu diktatur. Ne diskutonim me miq gjithçka kundër, por kur shkonim në kolektiv, flisnim të gjithë ndryshe. I madh për shembull, fliste gjithmonë atë që mendonte. Për sa i përket situatës, një nxitje e madhe për mua ishte uria e shqiptarëve. Ishte uria kronike, 75% e shqiptarëve ishin me uri kronike me sëmundje nga më të ndryshmet. Ishte vetëm buka e nisrit. Kjo ishte nxitje e madhe për mua, se kaloi në barbari. Në 1988 thanë se po hapeshin dhe i dhanë fshatarëve 101 kec, një për vete e një për kooperativën. Degradim total. Vendimi i përfshirjes në politik ishte më i vështirë, më i rëndësishmi, sepse më mori shumë kohë. Ramiz Alia në pamje dukej tolerant, por në të vërtetë ishte një marksist-leninist i bindur, u shpreh Sali Berisha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.